Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte ka kërkuar që Serbia të mbajë përgjegjësi për sulmet në Banjsk dhe ndaj ushtarëve të KFOR-it në veri të Kosovës. Në një deklaratë për mediat, Rutte theksoi se siguria në Kosovë është një prioritet për NATO-n dhe se stabiliteti e rajonit duhet të mbrohet në mënyrë të qëndrueshme që nga viti 99. Sulmet në Banjsk dhe ndaj forcave të NATO-s në vitin 23 janë papranueshme. Serbët duhet punojnë në llogaridhënie për këto incidente, tha ai para takimit të ministrave të jashtëm të vendeve anëtare të NATO-s. Rutte bëri ditur se ka diskutuar këto çështje me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić dhe për bisedimet kanë vazhduar edhe gjatë një darke në Bruksel. Për sa i përket ndikimit të luftës në Ukrainë në Ballkanin Perëndimor, Rutte siguroi se misionet paqëruese të NATO-s në Kosovë dhe Bosnjë mbeten të qëndrueshme dhe nuk do ndikohen nga zhvillimet e frontit lindor. Ai gjithashtu përmendi memorandumet e nënshkruara mes Kosovës, Shqipërisë dhe Kroacisë, duke i cilësuar si hapa të rëndësishëm për stabilitetin rajonal ndonse jashtë kornizave të NATO-s.